Macja, një enigmë shumë shekullore, e adhuruar apo e persekutuar si e keqe, le të zbuloj marrëdhënien e ndërlikuar mes njeriut dhe maces nga zëri maces më të dashur. Një intervistë e pamundur me kafshën shtëpiake më misterioze, fjalë maceje. Nuk e kisha mbushur ende moshën e pubertetit kur vdiqa dhe më varrosën me nderimet plota. Po pushoja pak nga miku im I pandar, një zotëri dalluar dhe fisnik me cilin kalova shumë ditë të bukura në ishullin e Kipros, rreth 9.000 vjet më parë, më gjetën shumë më vonë, vetëm 20 vjet më parë, nga pasardhësit e atij njeriu dhe që atëherë jam konsideruar si macja pare zbutur në histori, duke rrëmbyer primatin nga kolegët e mia egjiptian. Një titull për të cilin nuk e mohoj, jam shumë krenare, njerëzit na admirojnë dhe na duan sot, por jo gjithmonë ka qenë kështu. Kemi kaluar momente të bukura me ta dhe disa shumë të vështira, për shkak të karakterit ton jo tamam të lakmueshëm. Pra kush dhe pse na zbuti, unë do t'ju them një sekret, ne bëjmë gjithçka vetë, zbutëm veten. Paraardhësit. E jona, po thosha, nuk ka qenë gjithmonë një jetë e lehtë, të vlerësuara në disa periudha, në të tjera të persekutuara si të liga, bartëse sëmundjesh dhe krijesa të djallit, mirë po që do të thotë kjo, duke pasur parasysh këmbguljen, duhet të jetë diçka shumë e keqe. Por le të fillojmë nga e para. Sipas studimeve njerëzore, ne kemi një paraardhës, Pro-Ailu Rusin, I cili mendohet të ketë jetuar jo më pak se 25 milion vjet më parë. Pak dihet për të, ne dim më shumë për të afërmin tim të drejt për drejt Felix Silvestris ose mace negër afrikane, duke qenë se macet e divanit të sotëm, e kisha fjalën për macet shtëpiake, Felicus catus, e kam prejardhjen pikërisht nga kjo kafshë egër e cila ende ekziston dhe jeton vetëm në stepat dhe savanat e gjysmës së botës. Gjahtare, pikërisht në lindjen e mesme në të ashtu quajtur gjysmëhëna pjellore, macet e parategra ju afruan njerëzve kur ata u bën fermer. Depot e tyre me drithra në fakt ishin plot me brejtësa. Ishte një çështje me interes të ndërsjellët, hambar pa minj për ta dhe ushqim me pak mundim për ne. Për sa kohë që ne mund ta bëjmë veten të dobishme, jemi dakord, por të shkojmë në gjuhë e tij, të bëjmë luftra ose aktivitete të tjera të lodhshme për njerëzit, siç bëjnë kafshët e tjera, këtë mos na e kërkoni, të shenjta. Megjithatë, edhe ne kemi pasur heronjt tanë. Në deltën e Nilit, në Bubastis, një qytet egjiptian I shenjtë për macet, janë gjetur eshtrat e 30.000 mumjeve mace. Mirë, ndoshta jo të gjitha ishin të guximshme, edhe ndoshta nuk ishin të gjitha mace, por një gjë është e sigurt. Egjiptianët mund të na falenderojnë për punën tonë pastruese. Përveç një qyteti, na kushtuan edhe një tempull, madje një perëndesh që na ngjante. Bastet, mbrojtëse e shtëpisë dhe familjes. Edhe mirë ata që na lëndojnë. Ata që u përpoqën, u arrestuan dhe madje rrezikuan dënim e vdekje. Shekuj migrimi. Më vonë filluam ta shtrinim dominimin ton në kontinente të tjera, gjë e cila për shkak të manison të njohur për kontroll territorial ishte shumë stresuese, por fitimprurse. Me Fenikasit arritëm në Greqi, ku ata njihnin vetëm nuselalat si gjuetare të mijëve. Kështu filloi zgjerimi ynë në Europë. Romakët na vlerësuan shumë sepse ata kishin një mace që ishte simboli pasurisë dhe fisnikërisë. Thuhet se edhe Muhameti na donte sepse njëra prej nesh një ditë e shpëtoi nga kafshimi I vdekjeprurës si një gjarpri. Kjo është arsyeja pse muslimanët na kanë lënë gjithmonë të bredhim lirshëm, madje edhe nëpër xhami. Demoniake. Në Evropën e mesjetës katolike, nga ana tjetër, pavarësia jonë dhe aftësia e pakët për të manipuluar u ngatëruan me keqdashje. Kafshët besonin njerëzit atëherë duhet ishin krijesa të urta dhe të dobishme për njeriu dhe ne nuk ishim, kështu mendonin ata gabimisht. Gjërat që nuk do t'i besoni. Dy papë në 1933 Gregori IX dhe 1484 Inocenti IX u munduan të na dëbonin si qenie djallëzore. Natën e San Giovanit në sheshe prej vitesh ka patur masakra të vërteta të maceve që digjeshin së bashku me gra të konsideruara shtriga. Kokturku.
dhe nëse rastësisht kontinenti do të tronditej nga ndonjë emergjencë shëndetësore, ata do të na kapnin ne. Një shembull, në shekullin e 14 pati një epidemi të tmerrshme të murtajes bubonike, e quajtur vdekja e zezë, dhe Mira Mace u vran të akuzuara si bartëse sëmundjesh, sidoqoftë kur një bindje nuk ishte më pa lidhje dhe dëmshme, ulja e popullsisë së maceve çoi në përhapjen e mijëve dhe ata po ishin pjesërisht shkaktar të përhapjes së sëmundjes. Sallone, më vonë, edhe në Perëndim, dikush filloi të na vlerësonte përsëri. Të parët ishin personazh të rëndësishëm si mbretër dhe kardinal, një far Richelieu, në vitin 1642 i la trashëgimim një pjesë të madhe të zotërimeve të tij disa prej nesh. Prania jonë u bor edhe në shtëpitë të pasurve u rit, megjithatë pika e kthesës erdhi në vitet 1800 kur borgjezia filloi të na adoptonte si kafshë shtëpiake. Macet e civilizuara ato të shtëpisë ishin qenie për të kujdesur dhe për të ruajtur, ndryshe nga endacaket e rrugëve, që për disa ishin kafshë të papëlqyera, të paqytetëruara, për të tjerë simbol i jetës së lirë. Në fund, megjithatë erdhi pak qetësi për të gjithë, dhe kështu ne ishim në gjendje të përmbushnim plotësisht misionin ton, të gëzojmë njerëzit me shoqërinë ton, nëse ajo që kam dëgjuar dikur që koha e kaluar me macet nuk është kur kohë e humbur, është e vërtet.